Disa pamje filmike të cilat janë filmuar nga disa shtetas sirian kanë dëshmuar se grupet e kontrabandistëve, në të cilat ka edhe shtetas nga Siria, kanë arritur që në mes vitit 2022 dhe 2023 të merrnin në kontroll rrugët ilegale në kufirin e Vërmicës, pra kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë, dhe në këtë zonë të obligonin refugjatët ilegal që të paguajnë para për të kaluar ilegalisht kufirit. Situata në këtë zonë, sipas asaj që kemi kuptuar, ne nisi të bëhet edhe më problematike në mes vitit 2022, kur armët u përdorën për të kryer edhe vrasjen e atyre që refuzonin të paguanin, apo që synonin që ta kundërshtonin grupin i cili e kontrollonte këtë zonë. Të paktën një refugjat u vra në këtë zonë nga një grup që tani është në hetime nga prokuroria e Prizrenit. Organet e ndjekjes kanë arritur të sigurojnë prova tashmë, të cilat tregojnë se viktima ishte vrarë gjatë një përleshje që dy grupet e kishin në zonën në fjalë. Pamjet tregojnë se grupi kishte mri edhe me fotografu personin e vrarë edhe para edhe pas vrasjes. Dëshmitë të tjera pritet të zbulohen në momentet kur prokuroria ta përfundon në tërësi hetimin e saj. Mirpo, çka shihet në këto pamje është që zona ku është vrarë personi është në zonën e Vërmicës dhe që njerëzit që janë afër tij janë disa prej anëtarëve të grupit i cili merrej me kontrabandën me njerëz.